Përshëndetje zonja e zotrinj, mirë se erdhët në Hipokrati këtu në Top Channel. Do t'jemi bashkë sërish në këtë minutazh dedikuar shëndetit, qëndroni me ne për t'u informuar mirë dhe për t'u ndjerë mirë. Mbas siglës, nisim me pjesën e parë të programit. Do t'nisim programin sot miq me një problematik që shqetëson së shumti mbas Covidit. Janë egzemat të shfaqura shpesh, madje edhe psoriazis. Unë kam të ftuar në program për të folur pikërisht për këtë, mjeken dermatologe Dorina Hajro. Mirë se erdhe sërish në Hipokrati. Mirë se kënaqësi gjithmonë. Jemi mësuar me dermatologët të flasim për pjesën estetike më shumë, por ndërkohë kemi gjëra të rënda të lëkurës që ka problematika të ndryshme. Mbas Covidit janë shtuar. Egzemat janë, ndër këto problematika janë më të zakonshmet, më të shpeshtat që prekin shumicën e njerëzve pavarësisht gjinisë, moshës edhe statusit që kanë. Dhe pas Covidit sigurisht që këto janë bërë edhe më evidente, edhe në disa raste edhe më severe dhe më të vështira për t'u menaxhuar. Në vetvete ato janë një grup patologjish inflamatore të lëkurës, ndër më të zakonshmet midis tyre është dermatiti atopik, dermatiti seboroik ose zbokti në gjuhën popullore, dermatiti i kontaktit që mund të ndodhi dermatit alergjik apo dermatit irritativ në varësi të substancës që mund të bjerë në kontakt, egzema dishidrotike, neurodermatiti, egzema numulare, këto janë pak më të rralla, por që të gjitha pak a shumë është e pashmangshme që të paktën një herë në jetë secili nga ne të ketë një nga këto lloje të egzemave. Doktoresha ju përmendë disa lloje të egzemave, po një më e shpeshta. Dermatiti atopik dhe dermatiti seboroik. Dermatiti atopik fillon që shumë herët, muajt e parë të jetës, dhe shumica e fëmijëve e kalojnë, po në rastin më të mirë ajo zhduket brenda vitit të parë të jetës. Nëse kjo vazhdon të persistojë, edhe më vonë shanset që t'i kemi dhe gjatë adoleshencës dhe gjatë jetës adulte janë pak më të larta dhe bëhet pak më e vështirë për t'u menaxhuar. Janë smundje kronike që duhet mësuar dhe edukuar pacienti që të menaxhohen. Po shkaku ju dihet këtyre Dorin? Ju dihet shkaku? Një shkak i mirëfillt nuk është se dihet, megjithatë mendohet që është kombinimi i faktorëve të ndryshme gjenetik dhe ambiental. Pra predispozita gjenetike ekziston dhe nëse ke histori familjare për çdo problematikë shëndetësore të ndryshme, shanset janë të larta që ti kesh. Ka dhe është edhe ajo që quhet hay fever, triada e famshme që është dermatiti atopik, astma dhe riniti alergjik. Që këta njerëz janë më të ndjeshëm gjatë jetës, sidomos në stinët kur lulëzojnë lulet, sidomos kur bie imuniteti ose kalojnë ndonjë problem shëndetësor që përkeqësohen. Megjithatë, egzema është një term i përgjithshëm që përfshin në vetvete disa patologji dhe që prek shumicën e njerëzve gjatë jetës. Në disa raste ato janë kronike dhe ti do mësohesh të jetosh me të dhe të trajtosh që në fazat e hershme të daljes së këtyre elementeve në lëkurë, ka dhe raste të tjera siç e përmenda që është dermatiti i kontaktit që menaxhohet shumë lehtë për sa kohë ti heq, largon irritantin në lëkurë. Paraqitet me këto njollat, pllakat në lëkurë, irritime, tharje, skuqje, kruarje dhe është një nga ato patologji që ty të fut në një cikël. Në një cikël nga i cili është vështirë të dalësh, sepse me daljen e këtyre elementeve në lëkurë ti ke tendencën ti kruash. Sa më shumë i kruan, aq më shumë të kruhen përsëri, acarohen, vi vendosen infeksione të ndryshme bakteriale, mikotike apo virale, irritohesh, stresohesh, stresi pastaj rrit nivelin e kortizolit, rrit inflamacionin në trup. Pra është një cikël nga i cili është vështirë të dalësh në qoftë se nuk e trajton që në fazat e para pa u përhapur dhe në pjesë të tjera të trupit. Si e trajtojmë egzemën, Dorin? Varet nga stadi. Ka në rastet kur ka element të pakët që nuk të shqetësojnë shumë, ne kemi kremra plot me bazë kortizoni dhe kremra emolient zbutës, që rekomandojmë pacientët që t'i përdorin kremrat me bazë kortizoni për një periudhë shumë të shkurtër kohe, le të themi ai trajtimi i sulmit ditët e para, kurse sa i përket kremrave emolient duhet të përdoren në mënyrë frekuente, sepse në thelb është një proces difektoz i mbrojtjes së lëkurës. Pra, lëkura nuk e ka atë barierën që ka një lëkurë normale. Ty praktikisht një stres mbrojtëse, një mburojtë të mungon. Dhe rrjedhimisht je shumë i predispozuar
për tu atakuar nga agresor të jashtëm apo të brendshëm. Të jashtëm për shembull si nga moti i ftohtë apo shumë i nxehtë, apo produkte të ndryshme, shampo, detergjentët, sapunët e ndryshëm, të brendshëm stresi, inflamacioni, smundje kronike të tjera që mund të kesh. Dhe atë që nuk bën dot vetë trupi në mënyrë natyrale, në këtë rast ne ndihmojmë nëpërmjet aplikimit të këtyre kremrave emolient që shërbejnë si një barierë mbrojtëse mes nesh dhe ambientit të jashtëm. Cila pastaj njihet si një nga ekzemat më të rënda dhe çfarë bëjmë në këto raste? Ekzemat e rënda varet sa i përhapur është sëmundja. Në momentin që ajo shtrihet në një pjesë të madhe të sipërfaqes së trupit dhe ka mbivendosje infeksionesh të ndryshme bakteriale apo mykotike në më të shumtën e rasteve, sigurisht që në këtë raste mjekimi sistemik, mjekimi nga goja është i përshtatshëm. Mjekimet përshtaten në varësi të moshës, të severitetit të sëmundjes, ka disa vlerësime me peak scores që vlerësojnë sa severe është kjo patologji dhe për fat të mirë vitet e fundit në treg janë futur edhe preparatet biologjike dhe ato që quhen JAK inhibitors vitet e fundit fare, të cilat janë preparate biologjike ose imunoterapi që merren ose me rrugë subkutane ose si mjekime orale dhe menaxhojnë sëmundjen në mënyrë të përkryer, duke u siguruar dhe këtyre pacientëve një cilësi jetese shumë të mirë, duke marrë në konsiderat që janë patologji që kanë një impakt shumë të lartë në cilësinë e jetesës së këtyre individëve. Qartë. Po stresi si ndikon tek këto problematika, doktoresha? Stresi është proinflamator. Për sa kohë rriten nivelet e kortizolit në trup edhe inflamacioni i agravojnë shumë këto lloj patologjish ose mund dhe t'i shpërtejnë nga hiçi. Ti mund të mos e kesh patur kur më parë dhe në një moment të caktuar nga asnjë gjë. Po, patjetër që po. Nëse ke ti një predispozit, sigurisht që ty trupi në momentin që bie imuniteti do të godas aty ku ke pikën e dobët. Dhe nëse ke predispozit për të bërë ekzema të ndryshme, patjetër që ato do fillojnë të shfaqen. Pastaj kruarja, irritimi, pagjumësia që vetë ekzema lë, ty të shton stresi nga ana tjetër prodhon më shumë inflamacion në trup, rrit më shumë akoma nivelin e kortizolit dhe futemi në atë ciklin nga i cili vështirë të dalim që e përmendëm edhe më parë. E qartë. Po ato shkaqe që unë mendoj që të thellohemi pak më shumë të shkaqet, doktoresha. Shkaqet për të cilat gjithmonë më shumë po flitet janë faktorët ambiental, të cilët ne edhe mundemi dhe nuk mundemi t'i menaxhojmë. Sa i përket ushqimeve që ne konsumojmë, cilësia ushqimeve që ne konsumojmë, ngarkesa që ato kanë me kimikate të pakontrolluara, konsumi i tepërt i ushqimeve fast food apo të konservuara, ushqime pikante, sheqernat e tepërta dhe ato janë proinflamatore, konsumimi i alkoolit. Pra të gjitha këto ty të predispozojnë që bariera e lëkurës tënde të dëmtohet dhe rrjedhimisht je shumë i prirur për të bërë smundje lëkure në këtë rast ekzemat. Ndotja ambientale, patjetër që po. Stili jetesës, mos kryerja aktiviteteve fizike. Pra të gjitha këto jeta është bërë më sedentare në përgjithësi. Sidomos tek moshat e reja ne vëmë re që të paktën kur vinë, sidomos kur vinë për akne, për konsulta, kur i pyet 4-5 herë në javë konsumojnë fast food, që është e tmerrshme. Të gjitha këto rrisin nivelin e inflamacionit dhe dëmtojnë barierën e lëkurës. E keni vënë re dhe ju në fakt që mbas Covidit është shtuar, madje edhe në jetën e përditshme e dëgjojmë shumë shpesh ekzem, psoriazis mbas Covidit. Pse ka ndodhur kjo, doktoresha? Ka një studim, ka diçka që tani po bëhen studime, sepse ka qenë shumë herët për të dalë në konkluzione dhe për të folur me statistika, është dashur një periudhë e gjatë për të studiuar edhe rastet, edhe për t'i dhënë kohën për të dalë në studime të mirëfillta. Mendoj që ulja e imunitetit në këtë rast, duke qenë se Covidi zgjati për një kohë të gjatë dhe shumica e individëve e kanë kaluar disa herë. Pra, nëse diçka ty të godet sistemin tënd imunitar në mënyrë të përsëritur, sigurisht që edhe ritmi i rigjenerimit të trupit ulet. Pra, nëse do rigjenerohej një plag për 5 ditë, për 7 ditë, tani të duhet pak më gjatë. Dhe rrjedhimisht sistemet në trup janë të lidhura me njëra tjetrën, funksioni i tiroides, funksioni i zemrës, aparati i tretës, patjetër që po. Shto dhe stilin e jetesës, përveç faktit, ndoshta vaksinat, këtë nuk di ta them, nuk më takon mua ta them. Nuk kam statistika të sakta për këtë dhe besoj do duhet edhe një kohë akoma më e gjatë për të dalë në konkluzione, por ditë të them që të gjithë individët pas Covidit ankojnë për probleme me lëkurën dhe me flokët, edhe me flokët shumë.
rënja e flokëve është shumë e shpeshtë edhe tek pacient shumë të rinj, ku me analiza dalin të gjitha perfekt dhe prap kanë probleme goxha të theksuara. Cila grup mosh është më e prekur nga eksperienca juaj, puna juaj e përditshme, po edhe nga statistikat? Varet nga lloji i egzemës. Në rast se flasim për dermatitin, ato pika jo vjen treqë në muajt e parë të jetës, zakonisht pas muajit të dytë të jetës, dhe në pjesën më të madhe të rasteve për fat të mirë bësoni regres vet brenda vitit të parë të jetës. Ka raste plot që ajo vazhdon, mund të vazhdojë gjatë gjithë jetës, thjesht ndryshojnë lokalizimet, nëse tek bebat e vegjël i vëmë re në pjesën e skalpit, të barkut, të duarve, të këmbëve, tek të rriturit janë më karakteristike në pjesën ku ka palosje të trupit, pas gjujmëve, te krahët, por mund të agravojë dhe të përhapet akoma edhe më shumë. Sa i përket dermatitit seboroik, zbokthit në gjuhën popullore, ajo vjet rre shpesh tek adultët. Dhe është një patologji kronike. Pra, pacienti duhet të edukohet që do ketë raste përmirësimi dhe acarimi. Kur acarohet, ne shtojmë disa medikamente më shumë edhe trajtime topikale, kur jemi mirë dhe shpresojmë që ajo periudha të zgjasë sa më shumë. Si çdo problematikë shëndetësore në fakt, edhe egzema e rëndon, e përkeqëson cilësinë e jetës. Patjetër që po, shumë. Dhe ndoshta është e rëndësishme që gjatë trajtimeve me pacientët të punohet edhe për t'i qetësuar, për t'i ulur stresin, i cili qen ka edhe ky një faktor shumë i rëndësishëm i acarimit. Është e rëndësishme që pacienti të paraqitet që në hapat e parë kur shikon ato elementet në lëkurë, sepse në përgjithësi këto problemet e lëkurës në fillim i neglizhojnë shumë pacientët. Nuk i kushton asgjë me mjekun dermatolog dhe shumë kollaj mund t'i zgjidhësh me një krem apo me 2 kremra këto probleme. Është e rëndësishme që të mos i kruajnë, edhe pse ai instikti i kruarjes është shumë i fortë në këto raste. Duhet që ne të bëjmë një presion të lehtë me mollzat e gishtave dhe të bëjmë kompresa të freskëta, pra me një peshqir me ujë të freskët, në mënyrë që të mos rrisim atë ciklin e kruarjes edhe të gërvishtjes së lëkurës, që të mos mbivendosen dhe infeksione. Pastaj në rastet që janë më kronike, patjetër që pacientin e bën halli që të jetë gjatë gjithë kohës në kontakt me mjekun, herë duke rritur, herë duke ulur doza, apo me avancimin e mjekësisë me daljen e preparateve biologjike dhe këto JAK inhibitor, si unë përmenda më parë. Sipas studimeve dhe gjitha statistikave, cilësia e jetesës së këtyre individëve është rritur ndjeshëm. Cilat janë pjesët e trupit, pra pjesët e lëkurës që preken më tepër nga egzema? Pra janë duart, në përgjithësi janë ekstremitetet edhe trungu. Ndonjëherë egzemat ngatrohen me mykun e lëkurës, që edhe këto janë infeksione të shpeshta, sidomos kur janë në kontakt me kafshët e ndryshme që nuk duhen ngatruar, dhe ndodh shumë shpesh që pacientët mendojnë për shumë vite që kanë egzem, ndërkohë që mund të kenë psoriazis. Që dhe kjo është një sëmundje kronike e lëkurës, por me pasoja pak më të rënda nëse nuk trajtohet. Ndonjëherë pamjet në lëkurë janë të njëjta, por psoriazis ka disa lokalizime më karakteristike, për shembull tek brylat, edhe pse pacienti mund të vijë i mbushur në lezione, dhe kanë ato skuamat, ato cipëzat, petëzat në lëkurë kanë më të bardha dhe pak më të trasha në disa raste. Po ka raste që është e vështirë të dallosh, dhe në të tilla situata ne gjithmonë rekomandojmë që të merret një biopsi e lëkurës dhe mjeku histopatolog pastaj vendos diagnozën e saktë 100%, sepse menaxhohen ndryshe. Në fazat e para mund të menaxhohen njësoj, megjithatë psoriazis është sëmundje autoimune kronike e lëkurës, e cila mund të preki edhe organet e tjera. Nëse egzemat qëndrojnë në nivelin e lëkurës, psoriazis mund të dëmtojë edhe organet e tjera dhe duhet ndjekje shumë e ngushtë me mjekun dermatolog dhe ndonjëherë dhe reumatolog. Si dëmton organet e tjera, të cilat janë organet që realisht të gjitha sistemet mund të preki sistemin kardiovaskular, mund të preki sistemin tretës, mund të preki artikulacione të ndryshme kockat, siç është artriti psoriatik, që jo rrallë shoqërohet me psoriazis në lëkurë. Pra janë pacientë që duhet të monitorohen gjatë gjithë jetës nëpërmjet disa ekzaminimeve të ndryshme laboratorike edhe konfirmimit të diagnozës me biopsi. Doktoresha, po me adoleshentët që kanë problematika të ndryshme edhe të shfaqjes së akneve, ndoshta edhe ndryshime të tjera për shkaqe hormonale. Si veproni dhe si arrini të dalloni që janë aknet, apo është një egzem, apo diçka tjetër? Shumë shpesh bashkë ekzistojnë patologji të ndryshme në një individ, sidomos kur kanë predispozit gjenetike, duke qenë se rruga autoimune dhe kaskada inflamatore
bashkohen shumë shpesh në disa faktor inflamator që kanë këta individ dhe jo rrallë ndodh që të bashkë ekzistojnë patologji të ndryshme. Mund të ketë pacient që të kenë edhe ekzem, mund të kenë edhe psoriaz njëkohësisht, mund të ketë pacient që kanë edhe akne, po ndërkohë kanë edhe një lëkurë shumë sensitive, një lëkurë kuperoze, rozacea. Dhe këta menaxhohen një çik me më shumë delikatesë sepse ti duhet të targetosh disa probleme njëkohësisht dhe duhet kujdesesh që njëri medikament nuk ka përplasje me medikamentin tjetër në mënyrë që mos të agravohen. Kur sehemi aty ku bariera e lëkurës është e dëmtuar, ne kursehemi sepse dhe vetë medikamentet kuptohet që nuk janë karamele. Ka medikamente që e thajnë lëkurën, sidomos medikamentet që trajtojnë aknen. Është një kategori medikamente, siç është për shembull izotretinoina, që lëkurën e than ndjeshëm gjatë trajtimit, është një ndër efektet anësore më të zakonshme, lëkurën, buzët. Dhe tek individët të cilët kanë dermatit atopik apo ekzema të ndryshme, duhet të kesh një qasje shumë delikate, qoftë me dozën që t'i jep, me kohëzgjatjen e mjekimit, po dhe pacientin ta përgatisësh që kjo gjë mund të ndodhi dhe ti duhet të marrësh disa masa, lëkurën duhet ta hidratosh në mënyrë më frekuente, duhet të shmangësh ndryshimet e menjëhershme të temperaturave, nuk duhet për shembull të bësh dush me shumë ujë të nxehtë, nuk duhet të përdorësh rroba të lirshme, pambukur në mënyrë që lëkura të mos ketë irritime, fërkime. Konsumi i alkoolit, sheqernat e tepërta, çdo gjë që është proinflamatore për trupin, të paktën ato gjëra që ata kanë në dorë ti menaxhojnë, ne t'i edukojmë që të përgatiten që dhe këto efekte anësore duan një kujdes të veçantë. Unë të falenderoj e dashur doktoresh që ishe edhe sot në shërbim të informimit të audiencës që na ndjekni Hipokrati. Do të shihemi sërish për të vijuar misionin dhe qëllimin tonë për të shpërndarë publikut në çdo hapësirë. Faleminderit juve. Miqtë e mi, ju ftoj për disa çaste publicitet dhe kthehemi sërish në Hipokrati këtu në Top Channel, qëndroni me ne.